Me rastin e ditës botërore të poezisë në Bibliotekën Publike e Thimi Mitko në Korçë është organizuar një mbrëmje poetike, ku të rinj, qytetar dhe poet kanë recituar poezi të autorëve shqiptar dhe të huaj nga të gjitha kohrat, duke nisur nga antikiteti dhe deri te kohët moderne. Është një ditë kur duhet të festojmë poezinë, sepse në ditët e sotme duket se komunikimi shpesh bëhet më i shpejtë dhe më sipërfaqësor. Dhe është poezia ajo që na mëson që të ndalojmë, që të vëzhgojmë dhe që të ndjejmë, të kuptojmë veten, të kuptojmë tjetrin, por njëkohësisht dhe të krijojmë ato lidhjet e thella emocionale përtej kufive dhe kohës. Edhe nxënësit e gjimnazit Raqi Qirinxhi janë angazhuar me shumë dëshirë për të zgjedhur poezi e për t'i recituar në këtë mbrëmje poetike. Si fillim, qëllimi që nxënësit të lexojnë sa më shumë poezinë dhe të pasurohen shpirtërisht, emocionalisht duke lexuar vargu. Patjetër që janë të vlefshme. E para njërë që i treqim nxënësit drejt një bote shumë të bukur, siç është poezia, siç është vargu. I treqim dhe i largojmë nga telefonat, nga interneti, po patjetër ata mësojnë dhe të vlerësojnë të bukurën, të vlerësojnë artin. 21 marsi shënon ditën botërore të poezisë. Kjo ditë ka për qëllim nderimin e poetëve, leximin, shkrimin, promovimin e botimin e poezisë në të gjithë botën. Gjatë kësaj dite, në shumë vende të botës zhvillohen konferenca, mbrëmje poetike dhe takime për të lexuar dhe analizuar poezi.